unë shpesh jam e vetmja, për shembull, për arsye se burrat janë shumë të guximshëm. Edhe ma tepër këto ofendimet edhe gjanat të cilat ju thuhen negativa, ata nuk mërziten shumë. Shumë prej tyne edhe dojnë shumë popularitetin, kisha me thonë, që nuk e kanë dert, do me thonë, edhe që komentohen. Në gjuhën angleze thonë, edhe marketingu i keq është marketing. Do me thonë, shpesh njerëzit edhe nuk e kanë dert që shohen. Nuk është lehtë, natyrisht, me u ballafaqu me 4-5 kolegë të cilët do me thonë bojnë analiza politike. Nuk është e lehtë, ka njerë disa janë më të vrashtë, disa janë më të kuptueshëm, unë ma tepër jam për arsye se jam rritë në Gjermani, orë kësi debate shumë politike dhe kur del kancellari ati veni se nuk ka se limu komentator tjerë. Po, ndoshta edhe na me kohën pakës fillojmë edhe ma jemi ma të moderume dhe ma të ndalur. Edhe kur e shprehi mendimin e posaçërisht ndaj një gruaje, kur e thoj mendimin me e thonë pak mënyrë ma të sofistikume se sa me thonë qka ashtu, kisha me thonë qka ti bjen dërmend.